zhvillimin e fundit në raport me një zhvillim, unë do thoja i paralajmëruar dhe i vonuar. I pritshëm. I vonuar? Edhe shumë i vonuar. Por i paralajmëruar dhe i pritshëm nga gjithë skandalet e mëdha, të cilat një pjesë janë shpërthyer në medias, në pjesë tjetër nëpërmjet dëshmitarëve, një pjesë tjetër janë tentuar të mbahen të fshehura, por prap nuk mbajnë dot gjithmonë të fshehura gjërat. Pra, është një zhvillim i cili pritet të ndodhte, i detyruar, absolutisht, unë jam dhe këtë mendim që është i detyruar, por që është një zhvillim i cili demonstron pikërisht kalpsimet e sistemit, i regjimit, degradimin e tij, korrupsionin e thellë, involvimin me krimin, shkatrimin e përvetësimin e vlerave materiale që të shkonin në dobi të qytetarëve, qoftë demokratë, qoftë socialistë apo qytetarë. To vlera materiale do ndashemi të gjithë. Nuk do t'i merrni vetëm socialistë apo demokratë, do t'i merrni të gjithë që përvetësohen, që keq përdoren, që shkojnë diku jashtë, depozitohen apo dhurohen, se vetë kjo ndodh, dhurohen jashtë pikërisht për të krijuar mburoje artificiale për regjimin. Pra kjo është helbi, kjo është esenca. Dhe unë prandaj thash pak përpara, derisa do durojnë njerëzit në këtë mënyrë një regjim i cili është përfshirë nga tillë skandale, pa u hedhur në kosht të plerave, pa krijuar mundësi për zgjedhje lira të ndershme, të pa manipuluara, dhe pastaj padyshim vendos rezultati i zgjedhjeve të artën politike të vendit. E qartë. Mendoni që kjo do të jetë një shkundje në qeverinë e Rama, apo do të jetë në vazhdën e le të themi selektimeve vazhdueshme? Nuk mendoj që do jetë shkundje në qeverinë e Rama, absolutisht jo, të jem shumë sinqert. Unë mendoj që do të jetë shkundje e opinionit publik shqiptar. E shqiptarëve në tërësi, shqiptarët do të shkunden fort për të kuptuar ku ka degraduar ky regjim dhe që ka në momenti për të përballur me këtë regjim. Jo, shkundja do të jetë qytetarët. Jo, më ndonjë shumë të